Kjo është foto e shekullit. Kjo është foto e shekullit, s'ka foto. Shqipi, e di çfarë thrasin ata? Vritin i shqiptar. Edhe ky thot na. Po, ata thrasin vritin i shqiptar. Vritin i shqiptar thoshin. Pra, me mendësinë e Stefan Dushanit, sfarosësit, mbytësit, asfiksuesit. Ubi, si thon në Serbi, ubi skipetar? Po, ubi skipetar. Ubi skipetar. Ua, po që është kjo foto? Dhe unë them që fotoja e shekullit 21 kjo duhet jetë. Po prapa njerëzit s'duhet të nguten. Pse? E humbi penalltin në Tiranë, normale? E masakruan. Tani ka të fjalë ku t'i çojmë. Zoti është i madh. Se si e bën lojat më, na fali kompetenti. Kompetenti na fal. Po prapa. Ja. Edhe merdi keq sepse në intervistë besoj ti e pe kur tha kemi nëna, tha kemi motra, tha më masakruan, tha. Po normal prapa. Njerëzit shpeshherë gabojnë. Kanë një xhevhajr në dorë dhe e humbin dhe marrin një gur. Me atë që bëri manaj atje, ka bërë një gjë të jashtëzakonshme. Zemrat pesh në ingriti. Nuk e di si e përjetove golin. Çfarë bëri në ato momente? Po më thyn çik. Jo, do të thënë nuk e ngrive? U ngriva për momentin dhe lutesha që të mos ketë gol më. As andaj as këtej. Se ashtu mbetej. Po prandaj nuk e bëri Barami, po sa që nga lutur ti, pas ka dëgjuar ty zotin. Se Barami vetëm për vetëm? Ja, sa. Ku e pendeshe? E pashët në lagje. Lagje këtu, me shok, me miq. Me shok, me miq, po. Ua, çka ka bërë ky me atë gol. Pa besueshmi ishte për mua. Ishte fantastike, bra. Ka zgjuar pesh sepse tifozët kuqezi dhe UÇK-ja ka festuar në mënyrë madhështore. Dhe tifozët kuqezi kanë festuar me këngën UÇK-s dhe me këngën e Adem Jasharit.